Nëse thot dikush çka është Allahu, ose kush është Allahu, ose si e besoni ju Allahun, dhe i përgjigjesh me këtë sure, do të thënë mjafton për t'i treguar cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë se Allahu është një i vetëm, Zoti i vetëm, dhe i adhuruar i vetëm me merit, dhe i vetmi në të gjitha emrat dhe cilësitë e tij. Dhe Allahu Samad, do të thënë Allahu është e ka këtë cilësi as-Samad, që do të thënë se është i përsosur absolut dhe i pavarur, nuk ka nevojë për askënd. Dhe çdo kush ka nevojë për të subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, do të thënë nuk e ka lindur askënd dhe nuk është i lindur për askujt, pra nuk ka paraprirës subhanahu wa ta'ala, edhe nuk ka pasardhës, nuk ka fëmijë i lartësuar dhe i pastër është Allahu nga këto. Dhe lam yakul lahu kufuwan ahad, me të nuk është i krahasueshëm ose i barabart askush. Pra kjo sure mjafton për treguar për Allahun subhanahu wa ta'ala.